Mirëmëngjes, nderuar shikues, unë jam Arlin Disa, jemi drejt për drejt në Report Televizion, në shtypi i ditës dhe ju. Do t'jemi për rreth 60 minuta së bashku përpara se të shkojmë tek hapësirat tona informative për të njohur me zhvillimet kryesore të një dite më parë. Si gjithnjë në këtë hapësirë, do t'i kushtojmë një pjesë të saj në nisje shtypit shkruar, titujve kryesor, asaj se çfarë propozojnë gazetat që kanë mbërritur në redaksi këtë mëngjes, dhe më pas do të konsumojmë së bashku telefonatat për temën kryesore të ditëve të fundit, të ditëve që po lëm pas, që kanë tërhequr më shumë vëmendje dhe që po shkaktojnë më shumë polemika, debate e të tjerë. Do të flasim më pas tek hapësira e telefonatave për propozimet apo kundërshtimet që po i bëhen reformës territoriale, më saktë propozimit të Partisë Socialiste që edhe mes këtij grupimi politik kanë ngjallur kundërshtime të ndryshme, jo vetëm në një lokacion si thuash, por në qytete të ndryshme. Mirë, pa humbur kohë, e nisim me gazetat, me shtypin e shkruar, faqet e para, do ta nisim me gazetën Tema këtë hapësirë dhe atë se çfarë këtë mëngjes, këtë javë më saktë që nis sot, propozon kjo e përditshme. Në krye të saj lexohet tek gazeta Tema ekstradimi i Ermal Beqirajt në Shqipëri mund të zgjas disa javë. Në faqen 7, policia rrugore skanon Tiranën mbi 12.000 gjoba në një javë. Tema sot hapet me krye artikullin e një zhvillimi të javës së kaluar, kur në parlament u miratua marrëveshja e HUAS në profilin e mbrojtjes të sigurisë me Shtetet e Bashkuara, mes vendit tonë dhe Washingtonit, arsyet pse PD do ta shtyjë hyrjen në fuqi të marrëveshjes ushtarake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lexohet e detajuar në faqen 3. Ky titull, ky artikull, më poshtë në faqen e parë të gazetës Tema, ndërkohë shohim presidenti Begaj dekreton huan $302 milion për pajisjet ushtarake. Presidenti i Republikës Begaj ka dekretuar marrëveshjen ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak Foreign Military Financing, i detajuar vjon në faqen 3 ky artikull. Në faqen 5, Rama, disa deputet tanët bën tribunin e Vegjelis pa ditur çfarë thonë. Në faqet 10 dhe 11 do të lexoni zbulohet raporti sekret i Ramizalis, lidhja mes ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi, Sali Berishës dhe Azem Hajdarit. Më tej tek opinionet dhe editorialet në këtë gazet nga Mero Baze, lexoni kryengritja e kryetarëve që s'kan asnjë kompetencë. Kur u bë reforma administrative më 2015-ën, projekti i pari ishte me 47 bashki, pothuajse i njëjti që është sot në tryez si version i Partisë Socialiste, vijon në faqen 8. Në faqen 8 dhe 9 do të lexoni nga Preç Zogaj fati i kërkesave nga negocimit e numrat dhe anasjelltas. Në historinë e demokracisë sonë të re, protestat popullore me kërkesa politike kanë patur secila veçoritë e tyre të lidhura me kohën, kontekstin, imperativin e të tjerë. Nga Ardi Stefan në faqen 9, këtu në gazetën Tema më pas do të lexoni 3 pyetje, në fakt vetëm një. Ta duam Shqipërinë në mënyrë primitive, ta shesim në mënyrë moderne, apo ta duam në mënyrë moderne. Në të vërtetë, këto nuk janë 3 pyetje, është vetëm një që në thelb kërkon të përcaktojmë se çfarë marrëdhënie kemi me vendin tonë. I detajuar ky shkrim vijon në brendësi në faqet e gazetës Tema, me të cilën ne përfundojmë. Kemi parë kështu dhe jemi njohur me titujt kryesor të faqes së parë të kësaj të përditshme për këtë të hënë, të datës 3 gusht. Do të vijojmë me një tjetër gazet, do të shohim bashkë tani gazetën Panorama. Në faqen e parë këtu, këtë të hënë do të lexoni sekuestrimi i aseteve brenda kështjellës, 2.6 milion euro në Francë, pasuria e Ermal Beqirit. Kërkesa e SPAK, prokuroria e posaçme zbardhi pasuritë e identifikuara në Francë të biznesmenit Ermal Beqiri, arrestuar me qëllim ekstradimit drejt Shqipërisë.
Sipas SPAK-ut, bëhet fjalë për një kështjell me vlerë 2,6 milion euro, mbi 2 milion euro në llogari bankare, 2 apartamente dhe mjete motorike për të cilat është kërkuar sekuestrimi. SPAK njoftoi se për këto pasuri u është kërkuar autoriteteve franceze ndihmë juridike me qëllim vendosjen e sekuestros. Vijon në faqen 6 ky shkrim. Në faqen 3 tek Panorama do të lexoni protesta e 64 qytetarët ndalemi derisa Rama të firmos dorëheqjen. Sot janë bashkit, nesër mund të jetë prona juaj, qytetarët në shesh thirrje administratës protestoni. Më poshtë në faqen e parë të Panoramës, kjo e përditshme propozon legalizimet, lista me emrat e 753 pronarëve në 5 qytete, vijon në faqen 22. Operacioni Djalli, historia e luftës që nisi në SBA dhe përfundoi në malet shqiptare në faqen 16 dhe 17. Harta territoriale hasë rezistencë nga kryebashkiakët, Rama sulmon socialistët për djegjen e teserave të Partisë Socialiste, Malaj, mosbindje civile, reforma e re, kryebashkiakja e Dimalit dhe ai Patosit, kundër shkrirjes së bashkive, procesi jo transparent. Misteret e natës tragjike të 16 korriku 2006, kur u zhduk helikopteri me Gramoz Pashkon dhe 3 pilotët, udhëtimi fatal drejt barit, në faqen 14 dhe 15. Botimin, faqen 13 lexoni Margarita Xhepa për te skenës, libri që zbulon gruan dhe artisten. Tek opinionet dhe editorialet e kësaj gazete do të lexoni në faqen 20, protesta si shpresa e fundit në një vend të blokuar nga Agron Gjekmarkaj. Alabar largohet, Shqipëria ngec nga Edmond Panariti në faqen 20. Në faqen 18 dhe 19 do të lexoni gjobat ndaj personave juridik nga Florian Kalaj, një tjetër opinion ky që vijon i zgjeruar në faqet e brendshme të kësaj të përditshme. Përfundojmë dhe me gazetën Panorama, kemi parë kështu faqen e parë të saj dhe atës se çfarë propozon të kjo e përditshme sot, do të kalojmë tek një tjetër faqe e parë, tek gazeta Telegraf. Në krye artikullin e kësaj gazete sot, në faqen e parë, lexohet spionazh apo transferta miliona të akshit. Ermal Beqiri po fluturonte aty ku do të ngrihen reaktorët e rinj bërthamor francez me lekët e shqiptarëve. Beqiri blen një kështjell në Francë, një avion në Sloveni, një jahtë në Shqipëri dhe miliona euro në llogari. Ajo që ja dha këto miliona, zonja Kaçana, jetojnë me qira dhe është e pastre. Në vendin tonë ka paradokse, njëra me qira pa shtëpi që firmos për tjetrin, me kështjella në Francë, në faqen 5, vijon shkrimi. Ilir Beqa i kthehet në shtëpi, ish ministri i shëndetësisë pasi vodhi miliona nga koncensionet dhe fondet e BE-s, lirohet nga burgu në faqen 5, vijon ky shkrim. Grabitqarët e mikrokredive, Jute Kredit mbush xhepat me 20 milion euro nga interesat e komisionet në kurrizë të shqiptarëve në hall për kredin, faqen 8. Beqir Sina, New York, në gërmadhat e burgut famkeq të Spaçit, në meshën e shenjtë u nderua kujtimi i të përndjekurve politik. Në faqen 11 vijon shkrimi. Politik, kryeministri Rama, ndarjen e re territoriale e vendos parlamenti, bashkit të shprehen me shkrim dhe vendimi pas 60 ditësh. Mazniku, reforma e re ruan standardet e kërkuara nga raporti i Bashkimit Evropian. Pranvera Skana, Shqipëria me automjete taktike sipas standardit NATO. Kryebashkiakja Socialiste e Dimalit kundër bashkimit me Beratin dhe Poliçanin, i lexoni këto zhvillime në faqen 2 në brendësi të Telegrafit. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës, Shkodra nuk e harron historinë e saj. Hapja një konsullate serbe në kryeqendrën historike të Veriut nuk është vetëm një çështje protokolli diplomatik, ajo prek kujtesën historike, simbolikën kombëtare dhe të drejtën e qytetarëve për të kërkuar transparencë, vijon faqen 10 dhe 11. Këtu tek Telegrafi, gjithashtu në faqen e parë, lexojmë fest historike mes të shkuarës dhe aktualitetit në notin shqiptar, në faqen 13, në pishinën e Durrësit u zhvillua veprimtaria omazh për personalitetin e notit shqiptar Agron Ismailati.
Flasin promotorët e aktivitetit, presidenti i Komitetit Olimpik Fidel Ylli thot nderim për gjithë personalitetet e sportit dhe në veçanti Agron Ismailatin, i detajuar vijon në faqen 13 deri në 15 ky artikull i Telegrafit për ditën e sotme. Mjekun familje, çrregullimet e stinëve, ja si t'i kurojmë me recetat popullore. Trajtimi që ndihmon për Parkinsonin, gurët në veshka, forcimin e zemrës dhe lehtësimin e dhimbjes së kokës dhe stresit në faqen 22. Mozaik dhe aktualitet, tek Telegraf lexojmë gjithashtu në faqen 18 dhe 19. Alabar pranon dështimin pas fundosjes së marinës së Durrësit, ishte gabim. Aurontare, shteti duhet të sqarojë ç'po ndodh me investimin në portin e Durrësit, në faqen 67. Profesor Ilia Larti, 77 vjetori i qëndresës ndaj provokacionit grek, në 2 gusht 49, 83 vjetori i marrëveshjes së Mukjes dhe si u dënua nga Enver Hoxha. Tek opinionet dhe komentet, në faqen 3 lexoni nga Ermelinda Meksi, ish ministre e integrimit, reforma territoriale, transparenca dhe interesi publik. Faqen 16, këtu në Telegraf, të lexoni ku është zëri i diasporës shqiptaro-amerikane, nga Cafo Boga, ky artikull, ky koment që vjen tek Telegrafi i ditës së sotme. Ne me këtë faqe të parë përfundojmë këtu me këta titull, pra me opinionet dhe komentet e kësaj të përditshme, për të vijuar me titujt e sportit. Faqja e parë e Panorama Sport është e radhës që do të shohim tani në hapësirën e shtypit, që hapet sot me kryeartikullin Partizani merr Mian pa objektiv për sezonin, të kuqt kanë shijuar një verë me plot ndryshime, 3 vite pa trofe janë shumë. Demat zgjedhin afrimet e fundit Mercatos, por koha nuk premton. Lexoni në faqen 6 më shumë lidhje me këtë artikull. Aslani pret ofertat, i del emri në Premier League në faqen 9. Elbasani, Gvozdenovic, nuk jemi në 100%, do të ketë lëvizje të tjera. Egnatia, statusi i Stolit dhe mesazhet me kod të kapitenit, vijon në faqen 4 ky artikull. Vllaznia, Brajkovic në hije, rrezikon largimin nga Shkodra, në faqen 5. Mëtej, Pinari, s'ka presion grupesh, të bëjmë më mirë në superiore, flet ish kapiteni. Drejtori sportiv i bluve flet për merkaton dhe ndeshjet e Europës. Akuza kundër trajnerit të Dinamos Frashëri, Bregun e largoi Ilir Daja. Lojtari i cili ka qenë tek Ballkani zbulon të fshehtat e errta, në faqen 2 dhe në faqen 3 vijon ky artikull. Ndër të tjera, ndërkohë, tek Panorama Sport në brendësi, lexoni Italia, Buffon, Mancini, unë do të zgjidhja Antonio Conten. Bardezin, Juventusi, firmë me Kolo Muani dhe Alajbegovic. Deklarata Alonso Reali më la plag, por tani po mbyllen në faqen 19, lexoni më shumë. Shohim dhe titujt e fundit tek Panorama Sport. Ja debutimet e trajnerëve në superiore në faqen 7. Akuzat UFC Beograd, Buzukja mundet me polemika dhe thirrje anti-shqiptare në faqen 10. Intervista, Briatore kërkon ndryshime, duhet sprint në çdo javë në faqen 11. Në faqen 20 dhe 21 do të lexojmë ndërkohë kush e fiton topi i art, rregullat përballë narrativës. Ky ishte dhe titulli i fundit për Panorama Sportin e ditës së sotme, gazetë dhe e përditshme kjo me cilën përfundojmë hapësirën e shtypit të shkruar për ditën e sotme.